Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Sot energjia juaj është e lartë dhe ndjeni gati për sfida të reja, veçanërisht në punë. Kujdes, mos nxitoni me vendime të rëndësishme pa menduar mirë. Një bisedë e qartë me kolegët ose me shefin mund të hap mundësi që keni pritur. Në dashuri, partneri mund të kërkojë më shumë përkushtim nga ju. Një qasje e hapur do të forcojë lidhjen. Demi. Marrëdhëniet personale sot kërkojnë durim dhe mirëkuptim. Shprehja e ndjenjave dhe dëgjimi i nevojave të tjerëve do të sjellë harmoni. Në punë, nuk është dita më e favorshme për projekte të mëdha financiare, ndaj keni kujdes me shpenzimet. Binjakët. Sot komunikimi është fuqia juaj. Lajme të reja ose kontakte të rëndësishme mund të hapin rrugë për projekte të reja. Kujdes nga shpërqendrimet dhe bisedat e panevojshme, veçanërisht në punë. Në dashuri, një surprizë e vogël mund të forcojë marrëdhënien dhe të sjellë buzëqeshje. Gaforia. Ditë e favorshme për reflektim dhe për të riorganizuar jetën personale. Një qasje e butë ndaj të afërmve do të ndihmojnë të shmangni tensionet. Në punë, përqendrimi në detaje dhe durimi do t'ju shpërblejnë. Shëndeti kërkon pakujdes ndaj lodhjes emocionale. Luani. Energjia dhe ambicia juaj janë në kulmin e tyre. Sot mund të nisni projekte të reja, por mos e teproni me optimizmin. Marrëdhëniet me kolegët kërkojnë durim dhe diplomaci. Në dashuri mund të ndiheni tërheqës dhe magnetik. Shfrytëzojeni këtë energji për të forcuar lidhjen me partnerin. Virgjëresha. Organizimi dhe detajet janë armët tuaja sot. Është e pavorshme për të vendosur prioritete, për të rregulluar çështjet të pazgjidhura dhe për të planifikuar projekte afatgjata. Në dashuri, sinqeriteti dhe komunikimi do t'ju afrojnë më shumë me partnerin. Kujdes me stresin e punës. Peshorja. Marrëdhëniet shoqërore dhe takimet e papritura sot mund të sjellin mundësi të rëndësishme. Kujdes nga vendimet impulsive, sidomos në financa. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin do t'ju ndihmojë të sqaroni keqkuptimet. Kreativiteti juaj sot do të shpërblehet. Akrepi. Intuita juaj sot është e fortë dhe mund t'ju ndihmojë të merrni vendime të mençura në punë dhe në marrëdhënie personale. Një lajm i papritur mund t'ju shqetësojë ose t'ju motivojë. Kujdes nga tensionet me miq ose koleg. Menaxhoni situatën me qetësi dhe diplomaci. Shigjetari. Sot është ditë e favorshme për të mësuar gjëra të reja, për të udhëtuar ose për të marrë pjesë në aktivitete që zgjerojnë horizontin tuaj. Financat kërkojnë kujdes, mos bëni shpenzime impulsive. Marrëdhëniet me të tjerët mund të përmirësohen përmes dialogut dhe humorit tuaj. Britsjapi. Puna dhe detyrimet kërkojnë energji dhe fokus. Një qasje më praktike dhe strategjike do t'ju ndihmojë të arrini rezultatet e dëshiruara. Në dashuri, kushtojini vëmendje partnerit dhe tregohuni të durueshëm. Shëndeti mund të përfitojë nga pak relaks dhe aktivitet fizik i lehtë. Ujori. Sot është dita për krijim dhe bashkëpunim. Idetë tuaja do të vlerësohen nga të tjerët, sidomos në punë. Kushtojini vëmendje marrëdhënieve dhe përpiquni të ndihmoni të tjerët pa pritur shpërblim. Një bisedë e rëndësishme mund të hapë rrugë për projekte të reja. Peshqit. Intuita dhe ndjenja juaj për të tjerët janë të forta sot. Kujdes nga emocionet e egzageruara dhe konfliktet të panevojshme. Një moment qetësia dhe reflektimi do t'ju ndihmojë të rikuperoni energjitë. Marrëdhëniet personale kërkojnë dëgjim dhe sinqeritet. Horoskopi në Top Albania Radio.